Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka vizituar spitalin e Gostivarit. Gjatë vizitës ai u ndal të shohë dy reparte, atë të pediatrisë dhe akushërisë. Këto dy reparte kanë pasur investime, por duhen akoma punë të bëhen, për të cilat ministri Aliu premtoi të gjejë zgjidhje. Momentalisht jemi duke bërë analizë të infrastrukturës në nivel të shtetit. Pra sot jemi në Gostivar, bashkë me drejtorin pam disa prej reparteve, prej infrastrukturës që ende nuk është e renovuar. Unë patjetër të them që Gostivari është një prej, le të themi, godinave që është bukur duket, mirë, edhe do të fokusohemi në këtë pjesë që nuk është investuar për arsye të kohës dhe parave. Drejtori i Spitalit të Gostivarit Besnik Zeqiri tha se përpos investimeve shtesë në këto dy reparte, kanë nevojë edhe për kuadër shtesë mjekësor, të cilët tha se beson që të zgjidhen deri në fund të këtij viti. Ne kemi biseduar edhe më parë, por edhe sot ja prezantuam, domethënë, e para çfarë duhet të renovohet, e para gjë, domethënë, edhe ku erdhëm ku jeni edhe ju, është reparti ginekologji akushërisë, domethënë, i cili nuk është investuar gjatë kohë, domethënë, me këta kushte që janë, ginekologët tanë janë shumë të mirë dhe punojnë dhe fëmijët tanë këtu kanë lindur dhe do lindin, po do ishte mirë që të jetë, siç e pam me juve gjithashtu ishim edhe në te reparti më poshtë, reparti pediatrisë, i cili është renovuar, ka edhe që pjesë të cilët mund akoma të hapen diçka më të re, domethënë për eko të fëmijëve dhe kontrollime të veshëve të fëmijëve, dhe e dita atë që bën e pjeqe edhe tani që e pjetën ministrin, gjithashtu ne kemi bërë kërkesë dhe është edhe te njerëzit, sepse ne kemi pas problem deri në këtë periudhë me mjekët rentgen diagnostikës, tash me pranimin e ri të këtyre specializantëve që kishim dhe me dërgimin e specializantëve të ri në specializime, ne jemi me një numër deri në fund vitit do kemi 4 mjekë të cilët do jenë të diplomuar, do të thonë specialist, dhe kështu në atë mënyrë atëherë do të mundu të fillojë edhe funksionimi i mamografisë, por gjithashtu nga ministria, do të thonë është në plan që edhe Gostivari të ketë një mamograf. Gjatë vizitës, ministri Aliu premtoi të gjejë zgjidhje edhe për një mamograf në Gostivar.